Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë, do t'ju bëj një propozim procedurial për t'ju shkundur nga heshtja që ju kam mbërthyer juve si majorancë, si qeveri në këto periudha. Sot është një ditë historike për gjithë botën. Sot, duke u kthyer, u nënshkrua marrëveshja e paqes e planit Trump për lindjen e mesme. Sot është një ditë megjithmend të rëndësishme, e cila nuk mund të kalojë në heshtje në Parlamentin shqiptar, ashtu si nuk po kalon në heshtje në të gjitha parlamentet e botës demokratike. Sot është një ditë që shënon një fazë të re, paqeje, stabiliteti, të ndërtuar dhe krijuar nga paqbërësit Trump në një zonë kaq të vështirë. Sot është një ditë e cila duhet të shkundi këtë parlamentet të majorancë për heshtjen disa javore që ka pasur krejtësisht ndaj planit të paraqitur nga presidenti Trump, ndaj mosmbështetjes që u dha, ndoshta do jemi vendi vetëm demokratik në botë, si qeveri flasim majorancë, jo si opozicë ne kemi bërë, e cila nuk dha mbështetjen ndaj këtij plani paqbërës dhe kaq të rëndësishëm, unë do thoja për të zgjidhur një konflikt mijëravjeçar në atë zonë e cila është ngritur dhe ka mbijetuar në konflikte, ka qenë prej terrorizmit, për të dalë pikërisht nga ky qerfull për të mirën jo vetëm të linjës mesme, por edhe të gjithë botës mbar. Ne kemi qenë ndoshta nga parlamentet e para që mbajtëm heshtje këtu për viktimat e 7 tetorit. Dhe tashmë, me propozimin e opozitës, dhe tashmë, kjo parlament, unë mendoj se ka nderin të shprehet qartësisht, të detyrojë dhe qeverinë të shprehet qartësisht, të përshëndesi këtë realizim kaq të madh, politik, diplomatik, paqbërës, që është në botë sot, implementimi që filloi sot në mëngjes i planit të paqes president Trump, i cili parashikon që brenda ditës së hënë të jenë liruar pengjet dhe gjithë procesi të futur në një rrugë stabiliteti. Është absolutisht detyra jonë ta bëjmë të bëjmë. Nëse qeveria, kjo majorancë nuk kanë guximin, nuk e di për çfarë arsye, të shprehen, qëndrojnë në heshtje si fija e barit, na takon ne si opozitë, ta kërkojmë, t'ju themi, t'ju bëjmë thirrje, se është pikërisht për interesat e gjithëve dhe për interesat e Shqipërisë që ne të rreshtohemi me ata cilët përshëndesim atë plan dhe përshëndesim implementimin e tij tashmë në një situatë kaq të vështirë që ishte. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Sali Berisha ka kërkuar fjalën në procedurë. Të lutem, zoti Balla. Zoti kryetar i kuvendit, zonja zotrinj deputet. Zoti kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ju lutem, na i kurseni këto shfaqje butaforike të garës mes jush se kush është më pro-amerikani dhe se kush është më apo edhe kandidati për ministër të jashtëm hije brenda jush. Sepse kursejani vetes edhe gafat të një natyre diplomatike, ndërkohë që vetë njeriu që ka meritën kryesore në këtë çështje, vetë presidenti Trump ende nuk ka udhëtuar për në lindjen e mesme siç pritet javën e ardhshme. Ta mbaroj, se na ke bërë më këtu, je bërë një tani ta mbaroj. Mos ja marri meritën se tani siç thatë ju dhe i drejtohem kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike se s'po merrem me ty. Tani ne duhet jemi parlamenti i parë në botë që të përshëndesim një marrëveshje paqe që vetë presidenti amerikan pritet ta firmosi javën e ardhshme. Ndërkohë që jemi vetëm në fazën e parë të një faze të parë të marrëveshjes historike, nëse do ndodhi, që ende nuk është ratifikuar në qeverinë izraelite që mund të ndodhi sot pasdite. Tani, ju lutem, zoti kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, kurseni këtë njeriu se ky në dite do na shpalli luftë me Marsin, se siç e ka nisur. Prandaj, mendoj, janë gjëra, ne sapo mbaruam konferencën e kryetarëve, janë gjërat një natyre diplomatike shumë të mirë, por që kuvendi i Shqipërisë është antar i NATO-s, ka një marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
t'ja kursejmë vetes këto diskutime se dukemi qesharak. Prandaj zoti kryetar i Kuvendit, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ne përshëndesim gjithë përpjekjet maksimaliste të bëra nga presidenti Trump në dobi të paqes, jo vetëm lindjen e mesme, po kudo në botë, por t'ja kursejmë Kuvendit këto lloj diskutimesh dhe këtu kishte edhe një propozim fakt. Ky lloj propozimin unë nuk gjej vend ku ta fus në rregulloren e Kuvendit për ta përshtatur të natyrës procedurë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Sali Berisha ka fjalën procedurë. Reagimi i parafolsit përbën një absurditet dhe më shumë se kaq. Zoti Shehu këtu përshëndeti një hapin e parë të marrëveshjes për 21 pikash të planit të paqes të presidentit Trump dhe kanë përshëndetur sa përgjeni edhe personalitete botërore. Është hapi i parë dhe meriton përshëndetjen më të plotë. Izraeli tërhiqet në një linjë të caktuar, lirohen 20 pengjet e gjalla nga Hamasi. Çfarë ka këtu? Çfarë u shkel këtu? Kush e pengoi kryetarin e parlamentit të hap parlamentin me një përshëndetje të tillë? Kush e pengoi kryetarin e partisë krimit të kërkoj fjalën dhe të hap parlamentin dhe të hap me gjatë tillë? Çfarë është kjo, domethënë, am thonë? Kjo është për të përshëndetur, janë 20 pengje që lirohen. Po e përshëndesin të tjerë kurse ne i bëjmë gjyqin atij që propozoi. Këtë duhet ta bëni t'ju. Po ti hape parlamentin